E pi që ta gjetën make-upin e dasmës nëpër komente? I pash, po ato ishin gjitha yll, unë nuk di këtë zgjedh. Zgjedhim komentin që ka më shumë like, si thua. Prej të shikoj. Ua, ky sa i bukur. Ulu shpejt tani që të fillojmë direkt nga puna. Çfarë do bëjmë në fillim? Në fillim do bësh vetullat, do t'i mbushësh pak me laps. Okej, mbusha dhe vetullat. Do vendosësh primerin në të gjithë fytyrën. Po primerja duhet me patjetër. Ky primeri ndihmon që fondatina të ngjisë më mirë me lëkurën. Tani vendos edhe fondatinën. Si është më mirë të përhapet fondatina, me beauty blender apo me furç? Si ta kesh ti më të thjeshtë, të dyja shumë mirë përhapin. Tani do vendosësh konturin këtu, këtu dhe këtu. Në rregull, u vendos edhe ky. Tani korektorin do e vendosësh tek pjesa e poshtme e syve, në hund, në ballë dhe pak fare këtu. E përhapa dhe korektorin, nuk qen kanë aq e vështirë sa duket. Është shumë e thjeshtë, do vetëm pak praktik. Tani do vendosësh pak fare blash kremoz. E mbarova, po tani do bëjmë set fytyrën, por vetëm tek pjesa e poshtme e syve nuk do ta përhapësh. Po pse? Sepse sa të mbaroj me syt, vendoset në vend pjesa e poshtme e syve. Tani do vendosësh një ton të lehtë kaf tek pjesa e syrit. A mos është pak kafe shumë e lehtë kjo? Kjo ishte vetëm sa për të krijuar bazën e syrit. Tani me një ngjyrë pak më të errët do ta vendosësh vetëm tek pjesa e jashtme e syrit. Po pastaj çfarë ka radhën? Tani do marrësh një ton të hapur me xixa dhe do ta vendosësh vetëm tek pjesa e përparme e syrit. Me furç? Po me furç. I bëra dhe xixat. Do bësh pak qerpikët me rimel tani? Po as do vendos qerpik falcon? Po për duhen lyer pak syt me rimel që të përshtaten qerpikët falco me qerpikët e tu. Ashtu po. Tani vendos qerpikët falco. I vendosa. Me një furç të madhe do pastrosh pjesën e poshtme të syrit nga pudra dhe do të vendosësh pak ton kaf tek pjesa e poshtme e syrit. Ja e mbarova edhe këtë. Bëj buzë tani dhe mbarove. Si i mbarova ajo, kishte edhe gur tek syt. Ua, harrova. Vendos pak ngjitës qerpikësh tek guri dhe vendosen direkt tek syri. A janë drejt në të dy syt? Janë super. Tani lyej buzët. Ua, sa bukur. Tani do hedhësh pak setting spray në të gjithë fytyrën që të fiksohet mirë make-upi. Si të duket? Të pëlqen? Më pëlqen shumë, faleminderit. Ik tani shpejt ose të shkoj vonë për dasëm. Ika paçi.